A ty darzysz ty? A to co tam kacz? Hai, da, nie ból. Ty dormo. Da, bo tu. Mi piacciono i cappuccini da d'oro. Mi piacciono i fuda d'oro. Ah, bravo. Forte. Ah, bravo. Super, de proces noir. Edhe për arsye se jemi gjithmonë me ta, por edhe se çdo prind voton për të ardhmen e fëmijëve të tij. Në Gramsh, ecuria e procesit ka nisur shumë mirë. Nuk do të qenë pak atë. A mos do të thotë kjo si simbol që të rinjt mos largohen nga ky vend, prandaj ju e bëni këtë gest? Shiko, unë le thash që çdo prind voton për të ardhmen e fëmijëve të tij. Dhe ky është dhe qëllimi që për asnjë lloj arsye që varet me qeverisjen të mos jetë të shkak për largimin e të rinjve dhe brezave të ashëm. Patjetër dhe kjo është simbolike. Ndërsa për procesin dua të shtroj që është një proces shumë i rregullt deri tani, ka nisur shumë në rregull me disa anomali shumë të vogla teknike, por që janë marrë masat në kohë reale për të riparuar. I bëj thirrje të gjithë bashkëqytetarëve të mi të dalin në votime sa më shumë, të marrin familjarët e tyre, të afërmit e tyre për të votuar dhe për të shprehur vullnetin e tyre për të zgjedhur alternativën më të mirë, partinë më të mirë, kandidatin më të mirë për Gramshin, për veten e tyre, për Shqipërinë. Sa mendon që mund të marrin pjesë afërsisht në zgjedhjen në Gramsh? Rreth 12.000 votues pa diaspora. Që do të thotë i kalon 50%. Po, kalohet 50%. Një mesazh për të gjithë kandidatët që garojnë këtu. Të gjitha forcat politike, të gjithë kandidatët kanë bërë një fushat këtu në Gramsh qytetare, shumë të edukuar, shumë europiane. Unë dua t'i përgëzoj të gjithë kandidatët. I kanë lënë më njanë atë politik bërin e vjetër, të sharjeve, të ofendimeve dhe të marrjes me njëri tjetrin. Kanë shpalosur idetë e tyre, ambicet e tyre, projektet e tyre për zhvillimin e qytetit. Jam i mbitur që gramshiotët, ashtu si gjithmonë, njerëz të zgjuar, punëtorë të urtë, do të dinë të zgjedhin alternativën më të mirë. Faleminderit.